Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 25 vjeç dhe nëse më pyesni sot se çfarë kam mësuar nga jeta, do të them një gjë. Nuk është aq e thjeshtë sa duket nga jashtë. Njerëzit gjykojnë shpejt, flasin lehtë, por askush nuk e di çfarë ndodh brenda një shtëpie, brenda një zemre. Gruan time e kam njohur kur ishim të rinj. Nuk kishim asgjë përveç njëri tjetrit. Ajo ishte e bukur, e gjallë, plot energji. Unë isha një djalë i thjesht, punëtor që ëndërronte të ndërtonte një familje. U dashuruam pa shumë fjalë. Nuk kishim luks, nuk kishim plane të mëdha, por kishim një ndjenjë që na mbante bashk. U martuam shpejt dhe filluam jetën nga zero. Kam punuar fort gjithë jetën time, nga mëngjesi deri në darkë. Kam ngritur shtëpinë me duart e mia, kam menduar gjithmonë për familjen. Ndoshta nuk kam qenë burri më romantik, nuk kam ditur të them fjalë të bukura, por kam qenë aty gjithmonë. Dhe besoja që kjo mjaftonte. Por sot e kuptoj që jo. Me kalimin e viteve, diçka filloi të ftohej mes nesh. Nuk ishte një moment i vetëm, ishte gradual. Kishte më pak biseda, më pak afërsi, më shumë heshtje. Unë isha i lodhur nga puna, ajo ndoshta ishte e lodhur nga rutina, por asnjëri nuk fliste. Dhe kështu filluan çarjet e para. Herën e parë që iku nga shtëpia u shkatrova. U ktheva nga puna dhe shtëpia ishte bosh. Nuk ishte asnjë shënim, asnjë shpjegim, vetëm mungesë. Ato ditë ishin ndër më të vështira të jetës time. Nuk haja, nuk flija, rija ulur në shtëpi dhe prisja që dera të hapej. E kërkova kudo, e mora në telefon pafund. U ula me familjarët e saj, kërkova përgjigje. Pas disa javësh u kthye. Hyri në shtëpi sikur kishte kaluar një stuhi. Nuk më dha shpjegime dhe unë nuk kërkova shumë, sepse e dashuroja, kisha frikë ta humbisja. Mendova që kjo ishte një gabim që nuk do përsëritej, por në fakt e kisha gabim. Herën e dytë që iku nga shtëpia, dhimbja ishte më e thellë. Tashmë e dija që mund të ndodhte përsëri, dhe kur ndodhi nuk më gjeti të papërgatitur, por më gjeti shumë të dobët. Këtë herë njerëzit filluan të flasin. Si e pranon ai budall? A nuk ka dinjitet? Ajo po e përdor. Fjalë që të hyjnë në mendje dhe të gryen nga brenda. Por ata nuk dinin një gjë. Nuk dinin sa e doja unë gruan time. U kthye përsëri dhe unë përsëri e pranova. Ndoshta ishte gabim, ndoshta jo, por ishte zgjedhja ime. Mendoja që mjaftonte dashuria për ta mbajtur një martesë, derisa erdhi hera e tretë. Kjo nuk ishte më thjesht një largim. Kjo ishte tradhti e pastër. Mora vesh që kishte një tjetër. Në atë moment diçka brenda meje u thye. Nuk ishte vetëm dhimbja, por ishte turpi. Ndjenja që kisha dështuar si burr. Ishte pyetja që më gryente, ku gabova? Kaluan muaj dhe këtë herë nuk u kthye. Fillova të mësohem me vetmin. Shtëpia ishte e heshtur, nuk ishte zë, nuk ishte lëvizje, vetëm kujtime. Fillova të jetoj si një njeri që thjesht ekziston, pa shumë ndjenja dhe pa pritshmëri. Derisa një ditë më mori në telefon. Zëri i saj ishte ndryshe. Më kërkoi të takoheshim. Kur e pash e kuptova menjëherë. Ajo ishte shtatzën dhe nuk ishte fëmia im. Më foli gjatë, më tha që kishte gabuar, kishte menduar se do gjente diçka më të mirë dhe ishte zhgënjur. Donte të kthehej. Unë e dëgjoja, por brenda meje ishte një luftë e madhe. Një pjesë e imja donte të largohej, të mbyllte gjithçka, të ruante atë pak krenari që më kishte mbetur. Një pjesë tjetër nuk e linte dot, sepse pavarësisht gjithçkaje, unë e doja më shumë se vetja. Nuk fjeta për ditë të tëra. Mendoja gjithçka për vitet që kishim kaluar, për shtëpinë që kishim ndërtuar, kujtimet, dhimbjen dhe mbi të gjitha, për ndjenjën që nuk ishte zhdukur kurrë. Në fund mora vendimin tim, e pranova të kthehej në shtëpi.
Pranova edhe me fëmijën e një tjetri në bark. Njerëzit nuk e kuptojnë këtë, dhe ndoshta kanë të drejtë. Nga jashtë duket si dobësi, po për mua nuk ishte dobësi. Ishte zgjedhje. Fakti që në këtë moshë nuk dua të jetoj me urrejtje, nuk dua të fle vetëm me mendime të zeza. Dua paqe dhe ndonjëherë paqja vjen duke falur. Nuk është e lehtë, ka ditë që më dhëm gjithçka. Ka momente që më rikthehen kujtimet dhe më djegin. Ka çaste që pyes veten nëse kam bërë gabimin më të madh të jetës. Por pastaj shoh atë duke u përpjekur, duke qenë aty dhe i them vetes, jeta nuk është gjithmonë e drejtë. Dashuria nuk është gjithmonë e pastër. Dhe ndonjëherë kjo është e vërteta. Unë zgjodha të mbaj atë që ndjeva gjithë jetën time, edhe me gjithë plagët që erdhën, sepse në fund nuk dua të jem një burr që fitoi krenarin, por humbi gjithçka tjetër. Dua të jem një burr që provoi deri në fund, edhe nëse nuk ishte perfekte, edhe nëse dhëm. Në fund ditës kjo është jeta, dhe kjo ishte zgjedhja ime.